por Lumbarda e Anakreontit në temë pronë të emoshme. Besoj na bën përshtypje këtu dhe na duket çike pa zakon për zgjedhja e Lumbardës e pëllumbit për të simbolizuar frymëzimin poetik, sepse ne sot jemi mësuar me një simbolik tjetër të pëllumbit, ta shohim atë si simbol të paqes apo jo. Në fakt, për poetin antik Anakreontin, pëllumbi ishte ai që çonte letrat e tij të dashurisë, të cilat ja lidhte në këmbë. Pra ishte mesazheri, postieri, bartësi i dashurisë. Në një farë mënyrë përfaqësonte muzën frymëzimin e dashurisë, më saktë muzën frymëzimin e poezisë të dashurisë me që flasim për një poet. Prandaj dhe kur Derada thot ndu një ditë vatet e malje su kthye si e kish zakon, po u largua gjesh sarat tek e bardha shtëpia ime, e në fakt thot që muza poetike në fund të udhëtimit ka zgjedhur pikërisht atë, u largua gjesh sarat tek e bardha shtëpia ime. Vetdia se është i zgjedhur nga muza poetike është poeti. Vetdia që duket edhe tek vargjet, kur në agim tokë e shtëpi u zbuluan bashkë me detin, si hareja që del sysh më zgjoj duke fërfëlluar qelqeve të dritares. Zgjimi është i hareshëm, i gëzuar, sepse kur sheh pëllumbin të krahët në dritaren e tij, kupton që është i përzgjedhur i muzës poetike. Jo i muzës në përgjithësi, përzgjedhur i muzës poetike të dashurisë. Po flet për pëllumbin e Anakreontit apo jo. Pra, kur thot se është i përzgjedhur i muzës poetike të dashurisë, është si të deklaroj se është i përzgjedhur për t'i kënduar dashurisë. Domethënë si të deklaroj që këngët e Milosaus do të jenë një poem dashurie. Dhe në fakt pikërisht këtë deklaron, që kjo poem do të jetë një poem dashurie. Mos harrojmë që varianti i parë i Milosaus kishte vetëm këtë temën e dashurisë dhe asgjë tjetër. Tema patriotike u shtua më vonë në variantet e tjera.